Zaev premton, ligji përgjuhet para zgjedhjeve lokale, se la lë qeverinë nëse nuk realizohet brenda 100 ditësh të parë. Gjuha shqipe teme tryezës së përbashkët të partive shqiptare, Rilindje me Besë bojkotoi për të 4. herë takimin. Prokuria speciale kërkon paraburgim edhe për Toni Trajkovskin. Ai siguron se nuk do të arratiset, pajësinë e mohon. Gjysmë milion njerëz të varfër në Maqedoni, pushimet, makina dhe teatri, luks për qytetarët. Përshëndetje të nderuar teleshikues, kjo është magazine informative 21 Live News. Kryeministri Zoran Zaev siguroi qytetarët se ligji për gjuhën shqipe do të miratohet para zgjedhjeve lokale. Ai shtoi se ligji për gjuhët është në fazën përgatitore në Ministrinë e Drejtësisë dhe në momentin që do të jetë gati do të dërgohet në Komisionin e Venecias dhe më pas do të hapet debat në Kuvend. Kryeministri i vendit Zoran Zaev siguroi qytetarët se ligji për gjuhët është në fazën përgatitore në Ministrinë e Drejtësisë dhe në momentin që të jetë gati, do të dorëzohet në Komisionin e Venecias dhe më pas do të hapet debat në Kuvend. Ai tha se ligji për gjuhët do të kalon para zgjedhjeve lokale. Në pyetjen nëse kalimi i këtij ligji mund të ndikojë negativisht në LSDM gjatë zgjedhjeve lokale, pret që populariteti i koalicionit qeverisës të rritet me miratimin e tij, sepse sipas tij, qytetarët dëshirojnë qeveri që zgjidh probleme. Unë besoj se një gjë është e sigurt. Qeveria do ta sjellë ligjin sigurisht para zgjedhjeve lokale. Nëse do të përgatitet në Komisionin e Venecias, do ta sjellim ligjin edhe në Kuvend. Vetëm na përcjellni dhe do të shihni se si do të rritet numri i votave, edhe të maqedonasëve, edhe të shqiptarëve, edhe të turqëve, edhe të serbëve drejt këtij koalicioni qeveritar, sepse jam i bindur që populli dëshiron zgjedhje të problemeve. Askush nuk humb asgjë. Në bazë të konventave evropiane, gjithkush ka të drejtë për parazinë në shoqërinë tonë, dhe unë në mënyrë shumë transparente i prezantoj punët, sepse të gjithë kemi të drejtë të jemi të barabartë dhe kemi të drejtë që Maqedoninë ta llogarisim si tonën. Edhe kur bëhet fjalë për të drejtat, por edhe kur bëhet fjalë për detyrimin ndaj shtetit. Tashmë vendimi ligjor po përgatitet nga Ministria e Drejtësisë dhe shpresojmë se shumë shpejt do të vijë në debat në qeveri dhe pastaj do të procedohet deri në Komisionin e Venecias dhe në Kuvend. Liderët shqiptar nga ana tjetër kanë qenë mjaft të zhurmshëm në lidhje me këtë çështje. Madje Zjatin Sela i LRPDSH-s disa herë ka kërcënuar se nëse nuk kalon ligjin brenda 100 ditëshit, do të dalin nga qeveria dhe do të formojnë institucione paralele. Nga partia e tij njoftojnë se ai vazhdon të mbetet në këtë qendrim. Nëse nuk zgjidhet, unë s'kam mekanizëm tjetër vetëm se dal nga qeveria, ti këti jap edhe një mundësi qeverisë, duke mos qenë fizikisht dhe vetë me ministra pjesë e qeverisë, apo? Dhe pastaj në qoftë se ezaurohen ose harxhohen gjithë mundësitë, atëherë ne do duhet nisim ndërtojmë institucionet tonë. Ndryshe ligji për gjuhët që ka dalur nga kërkesat në deklaratën e përbashkët të partive shqiptare ka qenë temë diskutimi që nga formimi i qeverisë dhe sipas disa liderëve shqiptar, një nga kushtet për formimin e qeverisë. Gjuha shqipe, çështja e emrit dhe nënshkrimi i marrëveshjes Maqedoni-Bullgari ishin temat për të cilat u diskutua në takimin e partive shqiptare në Kuvend. Thirrjes së Vesil Mehmetit nuk u përgjigj Lëvizja Besa, e cila nuk mori pjesë në këtë takim. Në tryezë të përbashkët nuk ishte as kryetari i LRPDSH-s Zjatin Sela. Kanë vazhduar takimet mes partive nënshkruese të deklaratës shqiptare. Takimi sodom ishte thirrur nga kryetari i RDK-s Vesil Mehmeti. Lëvizja Besa që zgje bëri të ditur se nuk do marrë pjesë në këtë takim, ndërsa dhe Zjatin Sela nuk ishte i pranishëm. Përfaqësuesi LRPDSH-s ishte Syrja Rushiti. Në takim erdhi dhe kryetari BDI-s Ali Ahmeti, Zimostreni nga Uniteti dhe Luan Tresi PDSH-s. Teme diskutimit të 5 partive shqiptare ishte gjuha shqipe, çështja e emrit dhe nënshkrimi marrëveshjes Maqedoni-Bullgari. Nënshkruesit e deklaratës shqiptare ranë dakord që gjuha shqipe të dërgohet në Komisionin e Venedikut dhe paralelisht të votohet në qeveri dhe në Kuvend, po pa precizuar datë se kur do votohet. Ranë dakord që ligji për përdorimin e gjuhëve të shkojë paralelisht edhe si vendim i qeverisë, që të jetë pjesë përbërëse edhe e punimeve të Kuvendit të Republikës të Maqedonisë dhe paralelisht në njëjtën kohë të dërgohet edhe në Komisionin e Venedikut. Me qëllim që edhe ata sa më shpejt që është e mundshme të japin feedback dhe përgjigje nga këshillat e tyre juridike për sa i përket ligjit në fjalë. Për të katërtën herë me radhë, Rilindja me Besë nuk po ulët në tryezën e partive shqiptare.
Këtëherë deputeti Fadil Zendeli tha se vetë personi që ka thirrë takimin devalvon deklaratën shqiptare. Nga mënyra se si ftohen këto takimet të partive politike shqiptare, pas nënshkrimit të deklaratës së partive politike shqiptare, me cilën i obligon nënshkruesit e kësaj deklarate, është se subjektet cilët deri tash i kanë ftuar, veçanërisht me ftesën e sotme për të takuar, për nga mënyra dhe qasja dhe përmbajtja të cilën ato e ofrojnë, vetëm se e devalvojnë një iniciativë dhe një qëllim sublim, që ka të bëne deklarata e partive politike shqiptare. Prandaj edhe iniciativa e sotme është këtë funksion, është në funksion të personit i cili e ka ftuar, këtë takim, është në funksion të partisë në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim. Javën tjetër, kreu unitetit Gzim Ostreni pritet të threas truezën e partive shqiptare. Në emër të 73 organizatave civile dhe ekspertëve, qeverisë së kryeministrit Zaev sot ju dorëzua një version i përpunuar për reforma demokratike i quajtur 6-9-12. Përfaqësuesit e iniciativës theksuan se gjatë gjithë procesi qeveria duhet të respektojë parimet e transparencës, përgjegjësisë dhe gjithëpërfshirjes. Plani zyrtar i qeverisë 369 për reforma urgjente në vend ka nevojë për përmirësim, sugjerojnë nga sektori civil. Sipas tyre, në 3 muajt e parë duhet të bëhen ndryshime më të hollësishme në shumë fusha, edhe atë në financat publike, ekonomi, gjyqësor, luftën kundër korrupsionit, zgjedhjet dhe sistemi zgjedhor, administratën, kontrollin mbi policinë dhe mbi shërbimet e sigurisë, kuvendit dhe shoqërinë civile. Masat që janë parashikuar nga qeveria në fazën e parë në këto 3 muaj janë shumë të pakta në krahasim me masat që ne konsiderojmë se janë të zbatueshme dhe prioritare në 3 muajt e parë. Kështu që konsiderojmë se ka vend për përmirësim në këtë etapë të parë të planit veprues të zbatimit të reformave. Për këtë arsye, organizatat civile propozojnë formimin e një këshilli konsultativ i cili do të angazhohet për komunikim të rregullt me kabinetin qeveritar. Kryeministri u takua në qeveri me organizatat civile, atëherë ishin të ndarë në grupe për tema të ndryshme, ku i propozuan në rekomandimet tona për të gjithë fushat. Menjëherë pas atij takimi u shpall plani ashtu quajtur 369, pas kësaj nuk kemi marrë ftesë për takime të tjera. Sektori jo qeveritar këtë verzion të përpunuar të programi qeveritar e quajti 6-9-12, si pas parimit të njëjtë të plani qeveritar 3-6-9. Qëllimi i këtyre propozimeve është që të ofrohen udhëzime dhe aktivitete të hollësishme, të domosdoshme për kthimin e standardeve dhe vlerave demokratike, si dhe për të arritur përparim në politikat publike. Gjithashtu me këto masa, synohet të kthehet edhe besimi i qytetarëve në institucionet kyçe shtetërore. Shumica aktuale parlamentare së shpejti do të shënojë 100 ditë nga puna dhe funksioni i saj. Kjo shumicë parlamentare duke u nisur nga të drejtat dhe detyrimet e saj kushtetuese, në mënyrë të përgjithshme po punon në kthimin e demokracisë parlamentare në kuvend, theksoi kështu kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Në panel diskutimi për hapjen dhe transparencën e parlamenteve të Ballkanit Perëndimor u prezantuan udhëzimet për çdo shtet si hapi i parë drejt një fushate më të madhe përfaqësuese që ka për qëllim promovimin e transparencës dhe të qeverisjes së mirë. Ky panel zhvillohet në suazat të projektit të Fondacionit për Demokraci Westminster. Xhaferi mes tjerash theksoi se një nga detyrat e tij prioritare është pikërisht përforcimi i transparencës së punës së parlamentit, të deputetëve dhe të administratës parlamentare. Ai theksoi mundësinë që edhe qytetarët të jenë të pranishëm dhe do t'i ndjekin seancat parlamentare, ndërsa siç tha, po planifikohet një dimension i ri i kanalit të parlamentit si dhe përmirësimi i webfaqes së parlamentit. Zgjidhja e kontestit për emrin është lartë në agjendën e qeverisë në Shkup dhe për këtë ka impuls të ri në orvaqet për zgjidhjet e problemit, deklaroi dërguari special i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për çështjen e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë Metju Nimic. Qeveria në Shkup është e gatshme të reaktivizojë politikën e saj të jashtme në rajon dhe e dukshëm çështja e emrit është pengesë e rëndësishme në rrugën drejt integrimit evropian dhe antarësimit në NATO. Do të thotë kjo është çështje e lartë në agjendën e tyre dhe për këtë mendoj se ka impuls të ri, deklaroi Nimic për Agjencinë e Pavarur Ballkanike të Lajmeve. I pyetur nëse ka çfarë do qoftë propozimesh për emrin, Nimic u përgjigj me jo, duke theksuar se nuk ka dhënë kurfar propozimesh.
Ai në fillim të muajit ishte për vizitë në Shkup kur kishte takim me Kreun Shtetëror të Maqedonisë. Ndërmjetësuesit të hënën në Bruksel u takua me ministrin grek të punëve të jashtme Nikos Kocias. Sot në gjykatën e apelit u shqyrtuan ankesat e 5 të akuzuarve në rastin TNT, në mesin e të cilëve edhe ankesa e kryetarit të Gazibabës Toni Trajkovski. Këta akuzohen se në mënyrë të paligjshme e kanë rënuar objektin Kosmos të Fiat Sanovskit, edhe pse ata pretendojnë se kanë vepruar në përputhje me ligjin. Gjykata e apelit u shqiptoi paraburgim, por të akuzuarit kanë të drejtë ankese në gjykatën supreme. Pikërisht kjo situatë për prokurin speciale është e paqartë, e cila konsideron se bëhet fjalë për praktikë të regjisore pas rastit të biznesmenit Sead Koçan, për të cilën gjykata supreme e shfuqizoi vendimin për paraburgimin e tij. Dje, gjykata e apelit Goran Gruevskit, Toni Akimovskit dhe Nikola Boshkovskit, që akuzohen në rastet Fortesa dhe Target, u shqiptoi paraburgim. Në vendim, edhe pse gjykata thekson se paraburgimi ekzekutohet sapo vendimi të jetë i plotfuqishëm, megjithatë, ajo në fund u lejon palëve që të ankohen para gjykatës supreme. Në anën tjetër, specialja konsideron se masa e paraburgimit duhet të zbatohet sapo e njëjta të shqiptohet. Shtyrjen e ekzekutimit të vendimit gjykata e lidh me vendimin famëkeq të gjykatës së lartë, kur e shfuqizoi vendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë të lëndës të njohur si trust. Nuk ekziston në botë shtyrje të vendimit për të cilën është shqiptuar mas paraburgimi. Ky është vendi i vetëm ku njerëzit presin nga shtëpia që të konfirmohet vendimi për të shkuar në paraburgim. Avokatët e të akuzuarve, kundër të cilëve u shqiptua paraburgim, paralajmëruan ankesë, ndërsa ministri Oliver Spasovski deklaroi se policia nuk do të veprojë derisa nuk merr njoftim nga gjykata. Gjykatësit e gjykatës së apelit sot propozuan të shqyrtojnë ankeset e 10 të akuzuarve në lëndët e prokurisë speciale, e cila këmbgul për paraburgimin e kryetarit të Gazibabës Toni Trajkovskin. Trajkovski akuzohet në rastin TNT për 2 vepra penale për rënimin e objektit të Fiat Sanovskit. Edhe për këtë person, u shprehën dyshime se ai mund të arratiset jashtë vendit nga se ndodhet në fund të mandatit të tij dhe se i kërcënohet burg prej të paktën 5 vite. Por Trajkovski siguron se nuk ka bërë asgjë të paligjshme dhe se nuk do të arratiset. Është i pakontestueshëm fakti se kemi vepruar në bazë të ligjit. Këtë e di edhe vetë investitori, i cili me vetëdije ka kryer vepër penale, gjithsesi ka ndërtuar objekt pa leje. Një gjë e tillë është vërtetuar edhe nga shkresat që vetë investitori na i ka dorëzuar. Në gjykatën e apelit gjithashtu dorëzohen edhe ankesat e 4 të akuzuarve në rastin e njëjtë, të cilëve me kërkesë të speciales u janë marrë pasaportat. Ata pretendojnë se i kanë respektuar procedurat ligjore si inspektor dhe antar të komisioneve që kanë përzgjedhur firmat për rënimin e objektit Kosmos të Fiat Sanovskit. Prokurorët e prokurisë speciale u shprehen se ekziston rreziku që të akuzuarit të arratisen nga vendi. Lidhur me kërkesën e ish kryeministrit Nikola Gruevski për të siguruar atij më shumë truproje, ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se ka pranuar kërkesë për 20 truproje shtesë, e cila kërkesë është procesuar nga Byroja për Siguri Publike dhe Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim. Pasi të marrin mendimin profesional, Ministeri i Brendshme do të vendosë se a do t'i sigurojnë Gruevskit truproje shtesë apo jo. Megjithatë, mendimi personal i Spasovskit është se asnjë politikan apo ish funksionar nuk ka nevojë të ketë sigurim shtesë nga ajo që është paraparë me ligj. Në pyetjen e gazetarit në lidhje me çështjen e hetimit të shkatrimit të varreve në Luboten, Spasovski u përgjigj se sektori i punëve të brendshme Shkup dhe prokuria themelore po punojnë në zbardhjen e rastit, por të gjitha veprimet në procedurën parahetimore janë sekrete. Kjo kërkesë është procesuar përmes Byros për Siguri Publike dhe Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim. Qëndrimi im është se nuk ka nevojë të angazhohen forca shtesë për sigurimin e cilit do politikan në Republikën e Maqedonisë. Megjithatë, shërbimet profesionale le të japin mendimin e tyre e në bazë të tij ne do të japim përgjigje për këtë çështje.
3 ditë me radhë në Komisionin për Financim dhe Buxhet po debatohet në lidhje me rebalancin e buxhetit për këtë vit. VMRO DPM është kundër asaj që të shkurtohen fondet të cilat janë paraparë për projekte të cilët janë në fazën e parë të realizimit, si për shembull ndërtimi dhe rekonstruimi i objekteve shëndetësore dhe arsimore, ndërtimi i rrugëve, por edhe projektet kapitale të cilat i ndërpreu qeveria e re. Nga partia që LSDM-s thonë se ndryshimet e parapara në arkën shtetërore do të sigurojnë të holla për nevojat themelore të qytetarëve, ndërsa do të shkurtohen shpenzimet jo produktive dhe ato luksoze. Na vlaska ko što dojdovte, site to ako znat. Ishi të mjerushëm, erdhët në pushtet ashtu si erdhët, edhe ministri është profesor, po shihet se sa i madh është ndryshimi mes praktikës dhe teorisë. Tani e sheh se si nuk ka ditur ta përdor praktikën si profesor. Nuk mund rebalanci i buxhetit të konsiderohet si zhvillimor dhe të varet nga, siç thot ministri, optimizmi i qytetarëve. Значи не е стопирано на крајот од криштата. Do me thonë nuk është ndaluar, vetëm po kryet revizion. Do të vazhdoj përsëri. Ju mund të flisni politikisht dhe të thoni se është ndaluar, por marrëveshjet e nënshkruara ndërkombëtare nuk mund thjesht të ndërpriten në mënyrë të njëanshme dhe projektet të mos përfundojnë. Si do të shpjegoni faktin se një rrugë do të kushtojë 140 milion euro shtesë? Po, shpenzimet shtesë janë të parapara, por 10% e jo 140 milion euro. Do 10% дека се тие овде одговорници некои од вашите говори. Instituti për çështje ekonomike Finance Think përgatiti një studim për nivelin e varfërisë në Maqedoni. Sipas këtij studimi, pothuajse gjysmë milion persona në vend jetojnë në varfëri, nëse për të varfër merret çdo person i cili fiton vetëm 100 euro në muaj. Me më shumë vështirësi jetojnë familjet disa antarëshe dhe shtëpitë me vetëm një të punësuar. Pushimi vjetor, vozitja e makinave dhe frekuentimi i manifestimeve kulturore janë luks për 2/3 e popullatës së Maqedonisë. Më pak të varfër në Maqedoni janë pensionistët, ndërsa më së shumti të rinjtë e papunësuar. Gjendja me varfëri në vend është shqetësuese, ndërsa më vështirë jetojnë familjet me 3 ose më shumë fëmijë. Ky studim për gjendjen e varfërisë në Maqedoni është realizuar nga Instituti për Çështje Ekonomike Finance Think, në të cilën thuhet se për shkak të ardhurave të pamjaftueshme, vështirë funksionojnë edhe familjet me vetëm një të punësuar. I vetmi trend pozitiv që përmendet në studim është fakti se niveli i varfërisë në Maqedoni nga viti në vit shënon rënje. Blagica Petreski nga Finance Think thot se më shumë të varfër gjenden tek të rinjtë të cilët edhe pse janë të papunësuar, shpeshherë refuzojnë të punojnë. Прагот на сиромаштија се пресметува како Pragu i varfërisë llogaritet në 60% nga të ardhurat ekuivalente mesatare, kështu që nëse dikush fiton nën këtë shumë, që është diku rreth 100 euro, kjo do të thotë se ky person trajtohet si i varfër. Tregues akoma më shqetësues në këtë studim është fakti se një pjesë e madhe e shërbimeve dhe nevojave që në rajon janë të disponueshme për pjesën më të madhe të popullatës, në Maqedoni të njëjtat konsiderohen luks. Kjo ndodh për shkak se gati gjysma e popullatës në vend kanë të ardhura mujore prej rreth 200 eurove, thot Petreski. 2/3 od naselението не може да си дозволи. 2/3 e qytetarëve nuk mund t'ja lejojnë vetes të shkojnë në pushim një javor gjatë vitit. 2/3 nuk kanë mjete për të vozitur vetur çdo ditë. Të dhënat janë të ngjashme dhe për ata që nuk mund t'ja lejojnë vetes të shkojnë në teatr dhe kinema, ndërsa shërbime kozmetike mund të shfrytëzojnë vetëm 10%. Nga instituti konsiderojnë se për të përmirësuar kjo gjendje, është nevojshme rritje më e lartë ekonomike, gjithsesi vende pune të reja dhe të sigurta, si dhe reforma në sistemin arsimor për lokalizimin e profesioneve deficitare. Oficialните податоци покажуваат дека стапката на сиромаштво. Të dhënat e fundit zyrtare tregojnë se niveli i varfërisë në vend është 21.5%. Pra shprehur në numra, në varfëri në vend jetojnë rreth 445.000 qytetar. Kjo dëshmon se çdo i 5 qytetar në vend është i varfër. Situata më e ndërlikuar është tek familjet 4 antarëshe me 2 të rritur dhe 2 fëmijë të mitur. Ky numër është rreth 165.000, ku është konstatuar se këta jetojnë në kushte shumë të rënda. Gjendja me varfërinë është e cekur edhe në çdo raport të Bankës Botërore. Sipas këtij institucioni, llogaritet se rreth 140.000 persona në Maqedoni jetojnë me $2 në ditë. Në analizat e Bashkimit Evropian thuhet se çdo i 4 banor në Evropë është në rrezik të varfërisë. Shkalla e varfërisë është më e lartë në Bullgari, Rumani, Greqi dhe Serbi.
Lidhja e udhave ekonomike të Maqedonisë sot dorëzoi një paketë me 75 masa për sjelljen e reformave strukturore ekonomike. Kryeministri i vendit Zoran Zaev tha se këtu janë për të dëgjuar kërkesat dhe për t'i pasur parasysh gjatë sjelljes së planeve ekonomike qeveritare. Ai në këtë rast gjithashtu njoftoi edhe për disa masa që ka sjellë qeveria. Qeveria do të paguan pagat për të rinj që do t'i punësojnë sektori privat. Masa e quajtur garanci rinore e paralajmëruar nga kryeministri Zoran Zaev ka për qëllim që të rinj që kanë kryer shkollimin të punësojnë për një kohë të caktuar që të përgatiten për punë praktike. Sektori privat i cili do t'i punësoj do të mund të përdorin potencialin e tyre pa paguar asgjë, me mundësinë që pas një periudhe të caktuar ata të punësohen për më gjatë. Zaev gjithashtu njoftoi edhe për një masë tjetër. Tani kushtet për investim do të jenë të barabarta si për investitorët e huaj, ashtu edhe për ata vendor. Sekoj investitor. Juve ju mbetet t'i pranoni të rinj që kanë përfunduar shkollime dhe të ndihmoni të praktikojnë njohuritë e tyre. Parat për paga do e siguroj qeveria. Çdo investitor, pa marrë parasysh a është vendor apo huaj, që do filloj investim nga themelët, do fitoj kushtet e mira që deri më tani kanë fituar investitorët e huaj. Kjo do thotë lirim nga tatimi personal, lirim nga tatimi i fitimit, mbështetje në ndërtim të infrastrukturës, lokacione të lira, por njëkohësisht dhe ndihmën e drejtë për së drejtë shtetërore në mijëra euro për të punësuar. Përveç kësaj, Zaev kërkoi ndihmë nga sektori privat për angazhimin e një pjese të administratës publike, për të cilat qeveria do të paguante pagat. Në fokus të masave të Zaevit dhe të biznismenëve ishte edhe ajo se si të mbahen të rinjt në Maqedoni. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë theksuan se 3 kërkesat kryesore të tyre janë: eliminimi e ekonomisë gri, gjithsesi eliminimi i kompanive që punojnë pa dokumentacion të rregullt, reforma në shërbimin inspektues, si dhe pjesëmarrja e komunitetit të biznesit në krijimin e politikave ekonomike. Nga të gjitha kompani që deri më tani kanë dorëzuar një numër të madh të masave dhe numër të madh të sfidave me të cilat ballafaqohem në punën e tyre të përditshme, 3 masa përsëritën gjatë gjithë kohës për të gjitha sektorët. E para është konsultimi i sektorit biznesor si pa gjatë sjelljes së ndryshimeve ligjore. Biznismenët kërkuan edhe zgjidhje të problemeve rreth angazhimit sezonal dhe ditor të punëtorëve në bujqësi, si dhe shpërndarje më të mirë të parcelave shtetërore, kur një gjë e tillë është objekt kontesti. Ata gjithashtu kërkuan edhe sistem më të mirë të subvencionit të prodhimeve bujqësore, si dhe sigurimin e tyre. Disa lagje në fshatin Haraqin janë shtruar me asfalt, por banorët thonë se kanë ngelur edhe shumë probleme pas zgjidhur. Ata kërkojnë qerë dhe ambulancë, ujë dhe kanalizim, ndërsa kryetari i komunës Haraqinës thotë se këto intervenime nuk po bëhen për shkak se po afrohen zgjedhjet lokale, por për shkak të nevojave të banorëve. Rrugët e shtruara me asfalt deri në dyert e shtëpive, asfalt i shtruar mbi të vjetrin. Kjo është një prej lagjeve të komunës së Haraqinës. Banorët e këtij vendi thonë se është mirë që po punohet, por sipas tyre Haraqina ka shumë probleme tjera që duhet zgjidhur. Banorët ankohen se nuk kanë ujë, nuk kanë qerë dhe për fëmijë, ndërsa edhe shkolla është 2 kilometra larg shtëpive. Mushmin Lubeten Besh, na përqeshma në Hasanbeg, dhe këto ujë për pisken, po kena pas gjithmonë me bunore. Gjithmonë? Po, edhe në bunore na thuajnë që s'po jetu. Kjo e 3 herë që shtrohet kjo rrugë. Nisoj një herë ka shtru kryetari i komunës, i shtashëm që është kryetari, Ibrahim Ajvazi, edhe shtashë ka shtru prap. E faleminderojmë, ka dohet punë shumë për Haraqin. Si për shembull si katon me 20.000 banor, që përfshin komunën e fshin katonët Majanc, Ardhanc, Grushin, duhet më punu më shumë. Jo vetëm. Çka keni konkretisht nevojë? Pa nevojë për ka për gjithsej. Për shka dush ka nevojë, përse për shembull aballam duhet me pas, qellet fëmijë duhet me pas, duhet me pas shkollë, më së pari duhet me pas këtu afër shkollë, se fëmia jam shkon 2 kilometra shkollë poshtë atje. Kryetari i komunës së Haraqinës Ibrahim Ajvazi mohoi se asfaltimi i rrugëve po bëhet shkaku i afrimit të zgjedhjeve lokale. Ai tha se kjo është detyra e tij. Ja, unë kam mandat dhe mandati jonë e dini se është i vazhduar. Deri ditën e fundit e kam për obligimin tem, punë të mia, mi kry,
se këto projekte, këto pregaditën, thuj se 2 vjetë, 3, nuk është që 7 janë bon dhe 7 realizimi. Po, këto normal se janë pregaditën pi ardhjes timi dhe kështu që në vazhdimësi bon të realizimi. Na kur që në bazu të zgjedhjet. Për këtë investimi janë argjuar 3 milion denar. Projekti është financuar nga Drejtoria për Zhvillim, Ministria e Pushtetit Lokal dhe Komuna e Araçinës. Ajvazi mëtej shtoi se vitin e fundit janë shtruar 3 kilometra rrugë, ndërsa në mandatin e tij janë shtruar rreth 20 kilometra rrugë. Për problemin e ujit, Ajvazi tha se brenda këtyre ditëve do të nisin me gropimin e 2 bunarëve që do të shërbejnë për furnizimin e lagjeve, të cilat kanë mungesë të ujit. Në këto ditë të nxehta, kur temperaturat po arrin deri në 40 gradë Celsius, banorët e Vizbegut po përbalen me një sfidë të rëndë, mungesën e ujit. Ata në shtëpitë e tyre mundohen që për nevoja personale të blejnë ose të mbushin ujë diku tjetër. Ky problem i tangon ata gati 6 muaj. Nga ndërmarrja e ujësjellësit të njoftuar me këtë problem, thonë se do të dërgojnë një inspekcion për të kontrolluar nëse përdoret uji në mënyrë racionale dhe përzgjidhje të përhershme të këtyre problemeve. Sadullah Ahmeti nga Vizbegu i Shkupit e ka mbushur shtëpinë e tij me shishe plastike. Me ato ai po u siguron ujë familjes së tij, pasi në këtë vend nuk ka ujë prej muajsh. Sadullahu nuk ka borxh nga ujësjellësit, por përsëri nuk ka ujë. Ai tregon se së bashku me banorët të tjerë të kësaj lagje kanë kërkuar që të zgjidhet problemi, por gjithçka që kanë marrë ka qenë në një cisternë me ujë e cila është harxhuar për 3 orë. Ujë në skina. Smet ka të rregullisht po vjen. Ai plus të i ke se ujti pa argjohet në përbafqe. Në skina për me pi, ku më argju në bafqe. Edhe mas fundi erdhen ato e prunë një cisternë. Për 3 orë u argjit cisternë e vodovodit. Tha me njerë tjetër këna me pru, për 1 orë tha, sa të mushët, jam më sprunë, hiq. Në munges të ujit, makinën e enve dhe lavatricën tashmë nuk mo i shfrytëzon, dërsa bojlerin e kanë harruar se ekzistuari. S'ka kur gjom, as makina, as kur gjom. Që bashkë për bojlerën, janë ismi, s'ka pikur se këna kallën. Edhe plus makina për larës që. Ato ju kanë gjegën, njerë erdë për bajram, një 2 orë, asë i ujti, edhe mësën në mas fund u gjegën. Për arëm, të së në fritë në 3-4 orë atë saba, kur vere ujti. Sikur Sadullahu problem me ujë kanë edhe banorët e rrugës 37. Ata 2 herë shprehen revoltën përmes protestave, duke bllokuar udhkryqin që çon drejt komunës së Shutor Rizarës. Nga ndërmarrja e ujësjellësit fajin e hedhin tek banorët. Nga atje thonë se në lagjën e Vizbegut uji harxhohet në mënyrë të pakontrollueshme. Bëhet fjalë për shpenzim të pakontrollueshëm të ujit. Në orët e pasditës, prej ora 11 ka ora 5 ose 6, të gjithë për një herë jo jitin kopshtet dhe hapësirat gjelbruese dhe për atë shkak disa pjesë nuk kanë ujë. Atje ka rezervuar për një kohë të caktuar, por ata e harxhojnë më shpejt nga ajo që është e paraparë. Sipas kësaj ndërmarrje, shtëpitë që janë në rrafsh kanë ujë, kurse të shtëpitë që gjenden në pozita më të larta nuk ka shtypje. Nga kjo ndërmarrje thonë se do të bëjnë më shumë kontroll që të shohin se apo harxhohet uji në mënyrë racionale. Shikues të nderuar, ndoqët magazinin informative 21 Live News, ndërkohë me njëherë pason emisioni 10 minuta, ku i ftuar është kryetari i RDK-s Vesel Mehmeti. Na ndiqni.